Mirëmbrëma, sonte në pik është mysafir Ismet Hamiti, të cilën e kam vështirë ta përshkruaj, është ekspert i telekomunikacionit, është profesor, është shpikës, është diplomat, ka edhe del të rrëfimit të historianit, kështu që të gjitha këto këtë begati jetësore do të përpiqem ta shpjegojmë bashkarisht, ta shpërfaqim bashkarisht në këtë bisedë. Mirë se vjen, Ismet. Mirë se ju gjej. Gabriel Garcia Marquez, po filloj me këtë, e ka pas babën telegrafist. Dhe në njërën prej romaneve në dashurinë në kohën e koleras, ai e paraqet edhe si personazh. Në të, domethënë, lidhja e babait nuk ka qenë vetëm në këtë në lidhjen natyrshme baba i birë, por e merr si metaforë të lidhjes me botën, sepse telegrafisti i parë atje në vendin e tyre ka qenë e vetmja forme e komunikimit me botën jashtë. Unë po dua ta përdor post-telekomunikacionin ose telekomunikacionin në Kosovë si një metaforë tjetër, edhe të rritës tande personale, por edhe të rritës shtetësisë së Kosovës. Telekomunikacioni vjen në Kosovë mes tjerash, edhe në sajet të një djaloshi të Zasellës së Mitrovicës, i cili shkon në Universitet të Zagrebit, kthehet nga Universiteti në Kosovë dhe fillon në post-telekomunikacionin e Kosovës, i cili është njëri prej akteve të para të shtetësisë së saj, apo jo? Po. Faleminderit, më ke prezentue bukur, vetëm një shtoj që jam pension të thellë, që të merrem vesh, që është rast që sot bashkëbisedojmë për telekomunikacion që e kam krejt afër zemrës. Edhe shtetësinë bashkë, të dyja i ke bashkë. Po. Mund të fillojmë se si edhe kur u krijue PTT, ndërmarrja e komunikacionit PTT të Kosovës. Unë nuk e kam ditë. Veç kur kam marrë bursën për PTT-n e Kosovës, atëherë kam fillu studimet dhe nuk kam ditë se si e kur është krijuar. Unë kuptova, ma ka lënë dëshmin me shkrim, drejtori i parit i ndërmarrës PTT-s, edhe unë dëshiroj ta përsërit dëshmin e tij aq më sa mundem. Vendimin për PTT-n e Kosovës e ka marrë Fadil Hoxha. Licencën, lejen për të operuar e ka dhënë Koça Popović. Pra, do më thonë, është një vendim politik, po, i cili thot posta e Kosovës duhet jetë e Kosovës. Po. Kjo është në vitin 1 janar 1960. Në ish Jugoslavinë ka pas 17 ndërmarrje. Jo të gjitha ndërmarrje kanë pas një territor. Po. Kurse në rastin e Kosovës, ndërmarrja ka qenë e ka përfshi gjithë territorin, vetëm të Kosovës. Edhe është quajtur ndërmarrja e komunikacionit PTT të Prishtinës, se emnat i kanë marrë në atë kohë si mas Selis, ku kanë pas Selin. Do më thonë, kjo faktikisht i paraprin autonomisë së plotë. Po, natyrisht. Ma përpara ka ardhur autonomia e postës sësa autonomia politike e Kosovës. Po, bile në atë kohë ka qenë një regjim mjaft i ashpër. Fjerasin për kohën e Rankovicit. Po, ajo ka qenë në atë kohën e din të jetë
se sa ka qenë i rëndësishëm që në atë kohë, me atë regjim, me atë ministër të mbrëmshëm, të krijohet PTT e Kosovës, e Prishtinës, me Selin Prishtinë. Dhe ti je pjesë e një gjenerate të vajzave dhe djemve të ri, të cilët shkojnë shkollohen jashtë Kosovës, kthehen në Kosovë dhe fillojnë të ndërtojnë institucionet e Kosovës, Posta Telekomi njëra për tyre. Si ka qenë e mundun që unë në atë kohë vështirë se kisha pa telefon, të vendosi me studiue telekomunikacion. Kjo është... Edhe ato në Zagreb. Po, edhe ato në Zagreb. Unë mas pare 1 vjet mas gjimnazit, mbeta pa bursë, mbeta askund. Gjimnaz në Mitrovic. Mitrovic. Po. Edhe më ofrohej të studioj diçka të arsim nga ona, se ato ishin kryesisht degë ku pedagogjiku. Ato, por unë kisha vendos elektroteknikën, me qenë ma... Edhe keni në familjes edhe vllau është me matematikë, diçka jeni me shkenca eksakte. Po, ideën kryesore që studioj elektroteknikën vjen nga Ejupi ka qenë, si me thonë, mentor i jonit gjithve. Ai ka qenë rrëfyes për të gjithë neve. Fjala është për profesor Ejup Hamitin, që ta kemi të qartë, po. Profesor Ejup Hamitin, po. Kisha vendos të studioj veç elektroteknikën. Edhe mbeta pa bursë. Së më dha kërkush bursë, edhe une s'kisha ide që mund fitohet bursa diku tjetër. Atëherë mund të ishte veç një vend ku drejtoheshe, ishte komuna. Kur e paraqita aplikacionin Mitrovic, komunë, e shkrova shqip. Personi që ishte në sportel, ma kthe lutjen, tha, shkruje në gjuhën që të kuptohesh. Edhe kështu me një revolt... Ishte 62-shi, 3-shi. Ai ka qenë 63-shi. 63-shi. Po, 63-shi. Edhe me gjithate nuk ma dhanë bursën. Edhe unë mbeta rrugëve. Rastësisht, në Mitrovic, më takon drejtori i shkollës 8 vjeçare, Meto Bajraktari, dhe thot, a jeti filani me emën? Thash po. Kom dëgjuar, tha që nuk ke mundësi me regjistru fakultetin për shkak nuk ke bursë. Po, thash, e vërtet, hajde me mua. Prej rrugë, më ka qenë në klasë, matematik, fizik, edhe po më duket edhe kimin e kom dhona të vjetë. Edhe kështu fillova punës, po tha, edhe një fjallë, tha, po ta jep fjallën, tha, se kom e ta gjetë bursë. Mirë, s'kisha zgjedhje më të mirë dhe fillova punën. Erdi koha për vitin ashëm shkollor, edhe ndërkohë isha regjistruar në fakultetin e Zagrebit pa provim pranues për shkak të notave të mira. Notave të mira e tjera atje. Drejtori më solli me makinë në Prishtinë. Edhe më solli ka qenë te kisha ortodokse një barak ku ishte selia e PTT-s. Për fat nuk ishte qenë drejtori atë. Edhe shkrym punë. Por më mbet në mendje. Ku ishte ai vend? Po, ku ishte ai vend, edhe që po mujka edhe diku tjetër me ku... Jo vetëm komunë, po. Jo vetëm komunë. Edhe disa muaj ma vonë, nisem prej Mitrovice me bicikletë në Prishtinë. Në ndërkohë, ishte ndërtuar ndërtesa e reja. Kjo që është mrapa qeverisë, e bombardumbja. Po, atë gëzu që në bombardu, po, ka arsye tjera. Po, e mësova ku është ndërtesa, edhe shkova në ndërtesë, PTT-s. Portirit, tash referenti për kuadra, e gjeta një person, prapa një tavoline,
asnjë letër mbi tavolinë, një kështu orman me dosje mbyllur, urdhno djalë i mirë, Shqiptar? jo, nuk ishte. Po. I tregova për çka kam ardhur. Djalë i mirë tha nuk japim bursa. Qash? U krye ai punë. Ma shumë s'doj ke me bisedu për atë punë. Tola, s'japin bursa, s'japin. Po i regjistroj emnat e personave, ty shkue, ty dal jashtë, kështu në korridor, njëtin kat. Kur po i shë emnin Hamz Mehmeti, drejtor. Po thash, ma zi se përgjigjen që mora, s'moj me marrë. Kështu që trokita nder, ishte sekretarja e drejtorit, tha, urdhno, i thash që jo marrë për bursë, kaq. Edhe drejtorit, dera qenë, kishte qenë, tha, drejtor tha, po të kërkon një student, tha, që po kërkon bursë. Edhe ai dol prej, u qu prej vendi, edhe u drejtua kahon, tha, urdhno djalë i mirë, unë i thash, ja, përsërita qatë që e thash asaj, e ai tha, ka jeti, ku tisha unë që dinaj për Zasellën edhe për Bentlin, thash, i Zasellës, kot, kështu, i Zasellës. I ku i Zasellës, shkoj edhe ma thellë, unë ja thash emrin e babait, edhe kishte vdekur babai ndërkohë, po edhe ja shpjegova që kam regjistruar fakultetin elektroteknikës, edhe tha, djalë i mirë, po ta japim bursë. Aty për aty. Edhe e çoj telefonin në sytë mi, njëjtit person që më kishte thonë, nuk japim bursa, Shqepan e ka pasur. Tha, shkruje emrin e një bursisti të ri. Tri. Edhe unë me ta pa tekst, nuk një befasi totalisht e papritur, edhe dola, e kreva misionin në Prishtinë, u ktheva në Mitrovic. Por njerëz filluan, nuk është e mundur që të ka dhënë bursë, s'është e mundur, është ka dashur me tjek qafet. Më bindën që se kam marrë bursën. Por megjithatë u bë. U bë. Edhe tash të shpreh dyshim se e mora në telefon Hamz Mehmetin në Mitrovic.